me shpresë që majoranca edhe pjesa qeveritare dhe parlamentare do të vinë, po fillojmë debatin të cilin e kemi thirrur si opozitë gjithsesi Lidhja Demokratike për problematikat e çmimeve të derivateve. Do të duhet që sot qeveria dhe partia më e madhe parlamentare, majoranca, do të duhet të pajtohen me një fakt që nisma opozitare është nismë serioze, është nismë e drejtë, legjitime, dhe është e argumentuar që tashmë kriza e ka prekur jo vetëm vendin tonë, po gjithë globin në çështjen e furnizimit të linjave të naftës. Pra, nëse ne do të pajtoheshim me çështjen që kriza ekziston tashmë, do të duheshit të kalojmë në etapën tjetër se si ta menaxhojmë atë, kush duhet ta menaxhojë atë, mbi cilën bazë ligjore dhe institucionale duhet menaxhu kriza. Krizën s'mund ta mohojmë, aja është në gjitha linjat e furnizimit, po reflekton me një çmim jashtëzakonisht lartë në Kosovë, veçanërisht sepse ne këtu e shohim, këtu e ndjejmë, këtu e prekum dhe këtu janë refleksionet e saj në jetën e ekonomisë tonë. Dhe nëse pajtohemi që kriza tashmë është këtu, ne duhet marrim hapat çka? Për me marrë hapat institucional, në rënd të parë është përgjegjësia e qeverisë. Qeveria duhet të hartoj politika afat shkurtra, afat mesme, apo politika emergjente. E gjatë që deri sot nuk e kemi asnjë hap konkret, asnjë ndërmarrje, iniciativë konkrete që institucionet e qeverisë të ndërmarrin me kalu apo me u përgatit për sfidën, sepse besoj dhe tashmë jemi të informuar gjithë që kjo krizë është fillet e saj të para dhe mund të na përcjellë më gjatë dhe mund të ballafaqohemi me sfida shumë më të mëdha me rezervat e naftës si shtet. Institucioni i parë juridik që do duhet merrej me këtë problematikë është Ministria e Industrisë dhe Tregtisë, që tashmë nuk e kem as pjesën ekzekutive, as pjesën parlamentare. Dhe nëse nisëm e trajtojmë vetëm në 6 vitet e fundit punën operacionale dhe politike të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, që është sektori ose pjesa më përgjegjëse e menaxhimit kësaj krize, lën shumë për të dëshiru ose shumë për të zhgënjur se shteti është në dorë të pasigurta menaxheriale sa i përket menaxhimit të krizës së derivateve të naftës. Ju e dini tashmë më shumë se 6 vite ky sektor apo kjo ministri menaxhohet nga lëvizja vetëvendosje. Dhe asgjë tjetër nuk mund të them që nuk dëgjohet në seancën tjetër përveç vajt për një ligj antikushtetues që e kanë prunë këtu. Sepse u elaboru më herët prej 2 taboreve dhe nuk po du tash më nalt e ligji antikushtetues. Pra një institucion qeveritar, një ministri që për 6 vjet rresht e ka prunë një ligj antikushtetues dhe që atë sot e trajton në mënyrë krejtësisht jo etike, juridikisht, nuk e njim asnjë hap tjetër konkret. Po nuk mund të presim që kemë me dal nga kriza me një ministri të tregtisë dhe industrisë që është komplet të zhytur në afera korruptive. Dhe tash del përfaqësuesi e shumicës parlamentare në emër të grupit dhe na flet për të kaluarën e ministrisë apo na flet për situatën se si duhet dilet. Mos të harrojmë se ata nuk janë këtu, për sigurisht e përcjellin që nëse i mbledhin vitet që nga shpallja pavarësisht deri sot, më shumë se 10 vjet atë ministri pikërisht lëvizja vetëvendosje dhe aktorët e saj, partner që sot i ka në funksion të asaj ministrie, e kanë udhëheq. Pra nëse pas ka qenë jo në rregull, nëse pas ka qenë në politika jo adekuate, nëse pas ka pas normalitet, pra më shumë se 10 vite, ministri aktuale, për mandatin e dytë, po dhe që shkoj për 6 vjet, e në total bojnë më shumë se 10 vite, Albin Kurti e ka udhëheq Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Dhe sot ajo ministri nuk e ka sekretarin permanent në mënyrë legale. Sot ajo ministri për 6 vjet rresht i kanë rru 15 sekretar permanent. Sot ajo ministri për 6 vjet rresht e ka lënë vendin për rezerva shtetërore. E pjesë e rezerva shtetërore të planifikuara dhe në buxhetin e 3 viteve të fundit ka qenë edhe rezervat e naftës. Dhe sot, në bazë të dhënave publike, të informacioneve zyrtare nga e-prokurimi, rezulton që për 4 vitet e fundit kjo qeveri ka bë vetëm një blerje të rezervat naftës dhe ajo është minimale.
minimale. Dhe ato rezerva që ka obligim shtetëror e buxheti i miratum mbi 28.5 milion euro vetëm vitin e kaluar, pra nuk janë implementuar. Qeveria nuk ka kryer detyrën as buxhetore me i ble rezervat e naftës po flas, se për rezervat e grurit e të tjera ju e dini tashmë. Ata janë në proces gjyqësor dhe ne nuk po flasim se po presim vendimin gjyqësor. Por rezervat e naftës në prag të kësaj krize globale, një shtet i tërë mos me arrit, me siguru, ka standard se cila ekonomi, se cili shtet normal për sigurimin e rezervave. Është burim energjetik, jo vetëm në poqë që i vinë ekonomisë, por nesër dhe në situata krize emergjente apo edhe në luftë larg nesë qoftë, ne na do të më pas naftën e rezervuar. Ne se kem siguru, ne s'kem minimumin, krahasuar me shtetet e rajonit dhe me shtetet evropiane, jem shteti me rezerva më minimale të mundshme, për kundër ndarje buxhetore, për kundër legjislacionit qartë, për kundër kompetencave që i ka pas. Pra kjo qeveri që sot vjen nuk i ka siguru as kushtet minimale që ne të kemë rezervat brendshme, për situatat jashtëzakonshme apo për kriza si këto të sodit. Dhe nuk e ka në procedurë me siguru naftën. Po mbi gjitha, vjen Ministri Financa dhe merr shembuj para 4 vjetë se si ka reflektu çmimi në rezervat e grurit, jo mirë i akuzon mullesët, harron që të njëjtën vetë, për ai kur flet, kjo qeverisë për rezervat shtetit nga 28 cent e ka ble grurin, a në bezë ka qenë 21 cent. Saktësisht këtu e gjoni kur ai ka pranuar që e kanë ble 28 cent dhe është proces hetimor. Dhe na merr shembull krejtësisht jo etik, politikisht, ekonomikisht, financiarisht e gjithçka tjetër. Pra, ky sektor që i ka përdor në mënyrë më të pas, si më thon, juridike, rezervat shtetërore, buxhetin tash e 6 vjet, vjen në mundohet me u arshitu këtu se si reflekton një ngritje apo një ulje e çmimeve në rezervat e naftës. Prandaj, ky është shqetësim i përgjithshëm për ato që na pret, se një ministri që ka dështu tash e 6 vjet, një ministri që është nën akuza për korrupsion të hapur, një ministri që komplet stafin e ka nën hetime, do duhet reflekton të qeveria dhe në të situata krize ta bënte një hap konkret me njerëz kredibil, profesional që e dojnë këtë vend. E marrë me demagogji e populizëm e me mundu me arshitu dështimet e tij. Minimumi që do duhej Albin Kurti, asaj ministrie s'pokut emnin më janë rru, mos sepse e kanë zi skenën politike dhe ekonomike si emër i korruptum e bastard në menaxhimin e situatave të përgjithshme tash e 6 vjet. Ndash në porqet industriale, ndash në rezerva, ndash në donacione, ndash në trajtimin njerëzor human të resurseve të asaj ministrie. Me 10 zyrtar të lartë i ka largu nga puna, i ka ndjek përsekutu apo dhe janë në procese hetimore si rezultati presioneve pikrisht nga kjo ministri për shkak të rezervave e për shkak të aferave tjera që janë të panumërta. Në këtë relacion, situata është jashtëzakonisht delikate, nëse që unë prap lutem që të mos vazhdoj, po kriza vazhdon, e rrethonat geostrategjike janë që ne nuk guxojmë si shtet e si shoqëri ta nënçmojmë situatën që na pret, sepse shteti nuk është i përgatitur për krizat e gjata në linjat e furnizimit. Kur i shtojmë kësaj edhe krizën energjetike, atëherë linjat e prodhimit Kosovë rrezikohen të mose, mirëqenia gjithashtu, inflacioni po ashtu, dhe ne kemi një situatë që mund të kemi jashtëzakonisht delikate në muajt e ardhshëm, nëse edhe njerë thëmë vazhdon ky trend dhe kjo situatë globale e situatës lindjes largët apo të afërt edhe linjat e furnizimit me naftë. Ne nuk kemi asnjë hap konkret që kjo punë të reflektoj, që kjo punë të kthehet në normalitet institucional dhe nuk kemi tashmë, jam i bindur që as akter të cilët janë të marrë seriozisht me këtë problematikë. Vje keq që ata sot nuk vinë, vje keq që i ikin ballafaqimit, vje keq që nuk kanë mundësi me ardhë me dhënë asnjë alternativë përveç do ta bimë.
Defekti është teknik, gjithsesi ke të drejtë. Ja vazhdoni fjalën e Regjia, e lutem. Edhe njëherë, ndëruar në kryetar, bëj ftesë që kjo situatë, kjo nismë opozitës të mire serioze, mund të jetë afatgjate, e kemi obligim institucional dhe kushtetues gjithë, e jo me abuzu me nismat opozitare, po mbi gjitha me abuzu me shtetin dhe rezervat shtetërore. Sot, Kosova është jashtë lojës sa i përket asaj që e ka obligim kushtetues me rezervat shtetërore. Ju falenderit.